Presioni hapur politik dhe pengesë për emërimin e gjyqtarëve e kanë quajtur largimin nga mbledhja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë një ditë më parë të ministrit të Drejtësisë dhe antarit të KLD-s të zgjedhur nga kuvendi. Këshilli i Lartë i Drejtësisë shpreh keqardhjen e thellë njëkohësisht gënjimin për qëndrimin në seancën e djeshme plenare të përfaqësuesve të maxhorancës qeverisë, të cilët largimin e tyre as pak serioz dhe dinjitos nga mbledhja e Këshillit, nën petkun e transparencës dhe mbrojtjes së ligjshmërisë, ushtruan de facto një presion të paprecedent antiligjor ndaj anëtarëve të KLD-s dhe gjithë trupës gjyqësore. Largimin e paralajmëruar menjëherë pas fillimit të seancës së djeshme plenare dëshmoj se këta anëtarë të Këshillit nuk kanë as pak qëllim të kontribuojnë për përmirësimin e sistemit gjyqësor. Sipas Kuçit, përfaqësuesit e maxhorancës në Këshill pa asnjë argument përdorën terma poshtruese për Këshillin dhe gjyqtarët që prej vitesh japin çdo ditë drejtësi në gjykatat e vendit. Ata që prej kohësh propagandojnë publikisht nevojën për plotësimin e vendeve vakante në gjykata, bojkotuan seancën e parashikuar për këtë gjë, ende pa filluar diskutimi. Ata që prej kohësh propagandojnë domosdoshmërinë e vlerësimit të karrierës së gjyqtarëve, bojkotuan seancën ku u vlerësua karriera për 43 gjyqtarë. Ata që prej kohësh flasin për eficiencë të sistem, krijojnë qëllimisht situata penguese në emërimin e gjyqtarëve. Ata që prej kohësh flasin pa bërë asgjë, largohen kur vjen koha e veprimit. Ata që prej kohësh propagandojnë se janë në mbrojtje të ligjshmërisë, shkelën dje publikisht detyrimin e tyre kushtetues për të dhënë kontributin konstruktiv në tryezën e Këshillit. Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk mendon se kërkesa e ministrit për të emëruar gjyqtarët magjistrat në gjykatën e Tiranës përbën një reformë në gjyqësor, pasi kjo gjykatë dhe ajo e Durrësit janë cilësuar tashmë gjykata karriere për gjyqtarët që kanë një eksperiencë disa vjeçare dhe jo për gjyqtarët e sapo dalë nga shkolla e magjistraturës. Ky veprim është ndërhyrje e drejt për drejt e qëllim plot në veprimtarinë e pushtetit gjyqësor nga qeveria. Është një revanç i pastër politik ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndaj sistemit drejtësisë me të vetmin qëllim për ta nënshtruar atë. KLD nuk do të lejojë intimidimin nga presione të karakterit politik. Këshilli i Lartë i Drejtësisë fton përfaqësuesit e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri që të ndjekin nga afër zhvillimet e fundit në këtë institucion, pasi sipas tyre po pengohet puna e këtij këshilli.